por unë e kisha marrë me qef, ndoshta Bellinghamin po. Për të cilin kombëtare do të ishte tifoz. Me desh zoti më përballë shkon mas mirë ti. Ka 3 pyetje, 3 përgjigje duhet për secilin zart. Po e nisi me Blerën fillimisht. Ty ka di pyetjet për Blerën. Po, Blero. Që dhurata. Okej. Blera kam i thonë pyetjet, apo? Po, vetë lexon vetë përgjigjet. Vetë lexon pyetja e parë, përgjigjen e parë na i thu. E lexon edhe pyetjen. Okej, nëse Kosova dhe Shqipëria do të përballeshin ndonjëherë në finalet e Kupës së Botës apo Evropianit, për të cilin kombëtare do të ishte tifoz. Me desh zoti më përballë shkon mas mirë ti. Por kuptimi me mbri, absolutisht për Kosovën. Për Kosovën. Pyetja e radhës, Blero? Cilin futbollist të kombëtarës së Kosovës nuk do të merrje në menaxhim? Ketë në top. S'muna me thonë Ketë në top. Blero. Sinqerisht, Ketë në top. Nuk muna me thonë diçka se në tepër. Ketë, a? Që nuk do ta merrje. Menaxhim, po. Vedotin, Morici se merr. Jo, tash. Smunet. Sigurisht. Zë ta merrje kështu vetë është pyetja. Nja, s'muna sepse për shta janë më të mirë që kemi aty. S'unë është më bëni pyetje të tillë kur janë më të mirët aty. Kështu që problem është. Okej. Se s'du me kriju edhe... Hajde pyetja e fundit, Blero. Cilin futbollist aktual të Real Madridit do dëshirohet të kishe në Barcelonë? Shumë ka Real Madridi... Jo, shumë ka futbollistët të mirë Real Madridi, absolutisht. Por unë e kisha marrë me qef, ndoshta Bellinghamin po. Jude Bellingham. Po, me qef. Po, e di që është e pamundur. E pamundur?